Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin emisioneve si të sillej. Jemi si gjithmonë me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se vjen. Hoxhë nderuar, ne pak a shumë kemi folur si të sillemi me Allahun, por ndërkohë domosdoshmë një nga pikat më të rëndësishme mas besimit në Allahut është besimi në melajket. A ka besimtari një lloj raporti me melajket, pra përveç besimit, a ka një ndjesi, mendime, ide se si duhet sillet me melajket, si duhet I besoj ato, dhe a ka problematika në besimin tek melajket? Po, është vërtet që gjëja më e rëndësishme në Islam është që besimtari të realizojë kushtet e besimit. Për këtë arsye quhen kushtet e besimit, ndryshe nga shtyllat e Islamit. Kushtet e besimit duhen realizuar patjetër të gjitha, të gjashta, që të quhesh besimtar. Pra besimin në Allahun, besimin në melajket, besimin në profetët, besimin në librat e shenjtë, besimin në parapërcaktimin ose kaderin e Zotit dhe besimin në botën tjetër, në ringjalljen. Në momentin që njëri plotson këto të gjitha, quhet besimtar, pra në kusht, ndërsa pjesa tjetër quhen shtyllat e Islamit, pra le të themi ato pjesët mbi të cilat më të rëndësishme mbi të cilat ngrihet feja e Zotit Islamit. Kështu që besimi në melajke në Islam është, siç e thatë ju, menjëherë mbas Zotit në renditje, që do të thotë patjetër besimtarët duhet ta realizojnë. Po nuk është thjesht një besim, le të themi, abstrakt, një besim mendor, po është një besim I cili faktikisht ka edhe raport mes besimtarit dhe melajkeve. Pra, ne besimin me melajket e kemi si një raport të ndërsjellët mes nesh dhe melajket, sepse ne besojmë se melajket janë me ne, se melajket na shoqërojnë, se melajket sjellin shpallje, shumë gjëra që kanë bën me botën e melajket siç do të trajtojmë. Kështu që sjellja jonë me melajket varet tek fakti se si besojmë me melajket, tek fakti se si ne largojmë besimet e gabuara në raport me melajket, tek fakti se si ne duhet ndërsjellemi me melajket në raportin ton ditor, njerëzor, dhe faktin se si ne duhet sillemi me melajket që të fitojmë lutjet dhe bekimet e tyre. Pra, le të themi këto janë katër pikat kryesore mbi të cilat ngrihet raporti I besimtarit me melajket. Hoxhë nderuar, pak a shumë domethënë ne kemi një formulë e besimit quhet që Allahu dërgon shpalljen e tij me anë të engjëllit Xhibril tek profeti Muhammed. Engjëlli Xhibril, a ka ndonjë emër të veçantë në Kur'an, sepse disa njerëz e keq kuptojnë, për shembull ai shprehja Ruhul Qudus, shpirti I shenjtë. Pse është posaçërisht për engjëllin Xhibril dhe jo për engjëjt e tjerë, ose siç e thonë këto engjëll Gabriel? Xhibraili ose Xhibrili në Islam domethënë është krye engjëlli siç quhet, por ai nuk është domethënë pjesë e Zotit, as profeti alayhis salam nuk është pjesë e Zotit, asgjë nuk është pjesë e Zotit. Zoti është në vete, qenë në vete, ndërsa çdo gjë përveç Zotit është poshtë Zotit edhe nën urdhrat e Zotit. Kështu që ne me të vërtetë domethënë e gjejmë në Kur'an me një titull të tillë, por nuk kupton domethënë përkthimi, mendojnë domethënë nuk është bukfalisht I drejt për drejt shpirt me kuptimin e shpirtit, por nuk kupton nga që ai mbarti shpirtin për jetën njerëzore. Cili është shpirti për jetën njerëzore? Shpallja në përgjithësi. Për këtë arsye është quajtur Ruhul Qudus, si me thënë, mbartësi I shpirtit të vërtet për botën njerëzore. Jo me kuptimin që ai është shpirti I shenjtë, pra pjesë e Zotit, apo I shkëputur nga Zoti, siç janë edhe besimet e gabuara në raport me Xhibrilin alayhis salam. Për këtë arsye edhe ne, domethënë, ne kemi pjesë të këtij emisioni, korrigjimin e këtyre koncepteve është pjesë e sjelljes tonë me melajket. Domethënë, prej sjelljes tonë me melajket është që të korrigjojmë çdo koncept gabuar që mund të kenë njerëzit e tjerë apo besimet e tjera me melajket e Zotit, siç do të jetë, le të themi, në vazhdim. Hoxhë nderuar, melajket a kanë funksione, pra, dhe emra, sepse ne thjesht I njohim si melajke ose si engjëll. Ose mund të njohim disa emra të tyre. Atëherë, përsa I përket besimit me melajke dhe përsa I përket sjelljes tonë me melajket, siç e thatë edhe ju, fillon pikë pari si të sillemi me melajket. Së pari duhet të njohur melajket kush janë, çfarë janë këto melajket ose engjëjt që ne muslimanët I besojmë. Pra, sjellja jonë me melajket nis qysh në hapin e parë, që është mënyra se si ne I besojmë melajket dhe si duhet I besojmë melajket. Pastaj krijohet raporti I se si duhet sillemi. Domethënë në kuptimin e ndërsjelljes raporteve dhe ndjeshmërisë. Pastaj raportet. Po. Atëherë vim tek si besojnë muslimanët me melajket. Ne muslimanët besojmë se melajket janë krijesa të Zotit, normalisht të krijuara nga nuri, të krijuara nga drita. Zoti I ka krijuar për ta adhuruar Allahun. Nuk e kanë botën e, le të themi, pasionit, epshit apo mëkatit.
La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk kundërshtojnë, binden, zbatojnë urdhrat e Zotit. Cili është funksioni i melajkeve? Madhërimi kryesori, madhërimi dhe lartësimi i Allahut xhel xhelalu. Pra nëse ne themi për shembull, shejtanët, djajt janë në botën e të keqes, melajket janë vetëm në botën e të mirës, dhe njeriu është dyzim mes dy botëve. Ka brenda tij të mirën dhe të keqen. Siç e tha Zoti xhel xhelalu në Kur'an, tek njeriu kemi krijuar dy aftësitë, për të qenë i përkryer, i përsosur dhe për të qenë më i shturur, më i poshtër dhe më i keq. Kështu që njeriu i mirë mund të jetë mbi melajket tek Zoti i gjithësisë, në shpërblimin që do të ketë, dhe mund të jetë më poshtë se djalli i mallkuar, më keq se kafshët, kur ai shthuret edhe i kalon gjithë në dimension, le të themi, njerëzore. Kështu që besimin me lajke është të besosh se Zoti ka krijuar disa krije. Besimin me lajke ka dy momente. Besimi, le të themi, i domosdoshëm, që po nuk e arrit këtë lloj besimi, nuk quhesh besimtar në engjëj. Dhe ka një besim që quhet besimi i hapur, që me kuptimin që sa më shumë informacion njeriu duhet marrë, duhet ta shtojë këtij besimit bazik. Një besimtar quhet besimtar në melajke atëherë kur beson se melajket e engjëjt ekzistojnë. 1. Janë krijuar nga drita, nga nuri. 2. Jo nga flaka siç është rasti i djajve dhe i shejtanëve. Janë krijuar për të adhuruar Zotin. 3. I binden Zotit absolutisht dhe nuk e kundërshtojnë Allahun. Në momentin që një person ka këtë besim, nuk din asnjë emër meleku, nuk din që ka Xhibril, që ka Mikail, që ka Israfil, nuk din asgjë, ka këtë besim dhe vdes në këtë gjendje, ky quhet besimtar me lajket. Okej. Në momentin që ky quhet besimi bazik ose pragu i besimit me lajkeve, këtij i vjen informacioni, prit, se ka me lajke që kanë emra të caktuar. Atëherë këtë informacionin duhet t'ia shtoj këtë informacionin. Informohet se ka me lajke që kanë funksione të caktuara. Këtë informacion duhet të shtoj këtij informacioni. Pra, baziku është ky dhe pastaj duhet i shtoj këtij bazikut çdo informacion që i vjen mbi engjëjt, mbi emrat e tyre, mbi punët e tyre, funksionet e tyre apo mbi cilësitë e tyre. Siç thot Zoti, ka me lajke me 1 krah, ka me lajke me 2 krah, ka me lajke me 3 krah, ka me lajke deri siç kemi rastin e Xhibrilit alayhis salam, i cili ka 600 pal krah dhe 2 herë është shfaqur pejgamberit alayhis salam pamjen e tij origjinale, thotë kur e kam parë një herë pamjen e tij origjinale, me krahët e tij kish bllokuar gjithë horizontin. Ky është meleku Xhibril me 600 pal krah. A mund ta imagjinojë njeriu etj janë pa imagjinueshëm. Besimin me lajke është diçka e pa imagjinueshme nga mendja njerëzore, pra nuk mund të arrihet, siç nuk mund të arrihet besimin në Zot të imagjinohet si është Zoti etj. E njëjta gjë funksionon me lajket, e njëjta gjë funksionon me xhindët, e njëjta gjë funksionon me botën tjetër, jetën e varrit, xhenetin, thjesht ne besojmë, por nuk na lejohet të imagjinojmë diçka. Ashtu siç nuk na lejohet të imagjinojmë diçka për Zotin, po edhe për me lajket. Thjesht ne marrim informacione, por nuk mund t'i zbatojmë dot, të bëjmë shembullim apo ngjashmëri që është kështu apo është kështu, thjesht i marrim informacione dhe nuk dimë se si është realiteti, nuk mund ta imagjinojmë realitetin e melajkeve. Atëherë le të vim. Për shembull, ne morëm informacionin se prej melajkeve ka prej tyre që kanë emrin Xhibril apo Xhebrail, ka prej tyre që kanë emrin Mikail, Israfil, Ridwan, Malik, Kiramen Katibin, melekët që pyesin varret etj me emrat e tyre që janë përcaktuar. Pra, ne nuk mund shpikim emra me lajkesh, emrat e me lajkeve duhet të jenë ose në Kur'an ose në hadithet e profetit alayhis salam. Gjithashtu na vijnë nëpërmjet transmetimeve dhe veprat e me lajkeve, që do të thotë Zoti na informon, na ka informuar nëpërmjet Kur'anit dhe nëpërmjet haditheve të profetit alayhis salam se me shpalljet në tokë ndërlidhjen e ka bërë Xhebraili alayhis salam. Përgjegjësi le të themi në thojse e ekonomisë së universit është Mikaili. Ai që është mbikëqyrësi i xhenetit është Ridwani. Ai që është mbikëqyrësi i zjarrit të xhenemit quhet Malik. Ata melek që mbikëqyrin zjarrin e xhenemit quhen Zebani. Meleku i cili melek që quhen që mbajnë veprat e njeriu quhen Kiramen Katibin. Melajket që ruajnë njeriu, kemi një, le të themi, një eskort me lajkësh që na ruajnë kudo që shkojmë, nga ato që shkojmë, quhen el-hafadha, pra me lajket mbrojtësit e njeriu. Kemi me lajket të cilat merren me shpirtin dhe me shpirtrat, me lajketul maut, ose Rusulullah quhen dhe këta në shumës, ose me lajketul maut, po kemi dhe një melek që është kryesori i këtij operacioni, që është melekul maut, apo në disa transmetime që thuhet Azraili. Pra, ky që merret vetëm me këtë punë, ka punë vetëm me
nxjerrjen e shpirtit nga trupi i njeriu. Pra ne besojmë në melajke që janë krijesa të Zotit, krijuar nga nuri, nga drita, i bindën Zotit, ka prej tyre që i dim emrat e tyre që na janë treguar, ka prej tyre që dim funksionet e tyre, kemi për shembull Hameletul Arsh, mbartësit e Arshit. Çfarë janë mbartësit e Arshit? Mbartësit e Arshit janë melajke të cilat mbajnë Arshin e Zotit. Na është treguar për një detaj të tyre, thot profeti alayhis salam, nga fundi i veshit të tyre, buta e veshit, deri në fundin e supit të tyre janë 500 vite. Pra këta janë ato mbartësit e Arshit të që themi ne fronit. Pra na janë treguar disa melajke me emrat e tyre, disa me le të themi çfarë veprash bëjnë, dhe disa të tjerë me atributet të tyre, siç ishte ky rasti, siç është rasti për shembull që profeti alayhis salam tha, e pash atë mbikëqyrësin e xhenemit, të gjithë melajket në botën e qiejve më kanë buzëqeshur përveç njërit, tha, o Xhibril, ai kush ishte? Tha, o Muhammed, ai ishte Malik, tha, mbikëqyrësi i xhenemit. Nuk ka qesh më buza e tij që është në ditën kur Zoti krijoi zjarrin e xhenemit, sepse ai e di se çfarë është zjarri i xhenemit dhe çfarë ndodh në zjarrin e xhenemit. Pra kjo është ideja, do të thonë ne besojmë në melajket që pyesin varr, ka melajke që janë vetëm për të pyetur njerëzit në varr, siç e ka thënë profeti alayhis salam, siç quhen ndryshe le të themi munker wa nakir, sepse më shumë të njerëzit do të shkojnë ke përgjigje negative se tek përgjigje pozitive, për këtë arsye quhen munker dhe nakir. Pra ne besojmë, atëherë një besim i vërtet mbi melajket, atëherë ty të jep atë le të themi komoditetin për të ditë pastaj se si do të sillesh me këto melajke dhe si do të ngresh raportet e tyre me këto melajke. Hoxhi nderuar, disa grupe fetare e konsiderojnë pra shejtanin ose satanajin, se është paka shumë e njëjta fjalë semite, satana, shejtan, e konsiderojnë si një krye engjëll. Është saktë kjo sipas Islamit? Zoti i Madh, Allahu xhallahu në Kur'an e ka sqaruar shumë bukur këtë pjesë. Illa iblis kana min al-jinn. Përveç iblisit ishte nga xhinët. Domethënë nga ato që të shkosh, nga ato që të rrotullohesh, fjala e Zotit është fjala e Zotit dhe çdo fjalë tjetër përballë fjalës së Zotit nuk është e saktë dhe nuk është korrekte. Pra Zoti thot iblisi, djalli, satanai ishte nga xhindët. Po mirë, lind pyetja, po ç'bëri ky në mesin e engjëjve? Po, me adhurimin e tij dhe përkushtimin e tij ndaj Zotit, Zoti e ngriti në shkallë dhe ngrat derisa arriti të futet në mesin e melajkeve. Pra sillej si të ishte një melek, si të ishte engjëll, sillej Xhibrili. Sillej satanaj apo djalli. Mirë, po kjo nuk e bëri atë që të humbi vetinë e tij, që është vetia e kryenërësisë dhe mosbindjes ndaj Zotit të gjithësisë. Pra erdhi një moment që ai nuk e mbajti më veten, le të themi kështu tonza, dhe doli kundërshtar dhe armik i Zotit. Të gjithë engjëjt i ranë sejdë Ademit alayhis salam, si urdhër ndaj Zotit dhe si bindje ndaj Zotit, përveç iblisit, i cili nuk i ranë sejdë, atëherë Zoti e përjashtoi nga melajket, e përjashtoi nga mëshira e tij dhe kështu me radhë. Kështu që nuk mund të jetë krye djalli, ai është krye djalli, nuk mund të jetë krye engjëlli, nuk mund të jetë. Sepse ai është kundër Zotit dhe gjithë inspirimi i tij dhe i ushtarëve të tij dhe bijve të tij dhe pasazhëve të tij është për t'i larguar njerëzit nga rruga e Zotit. Kështu që ai është e turpshme, domethënë quhet krye engjëll. Ai nuk është nga engjëll. Në disa tradita popullore konsiderohet se kur ka engjëj të bardhë dhe engjëj të zi. Mos ndoshta këto engjëj të zi ato kanë për qëllim shejtanët ose djaj? Në Islam ka dy terma të ndryshëm. Kemi engjëjt që janë gjithë bardhë, s'kan ngjyra të tjera, pra janë të krijuar nga drita, nga nuri, dhe janë vetëm për adhurim, për bindje ndaj Zotit, për përkushtim ndaj Zotit xhelaluhu, ndërsa kemi një botë tjetër që është bota e djajve dhe e shejtanëve, që janë krijuar nga zjarri, nga flaka e zjarrit. Dhe këta janë le të themi të predispozuar tek e keqja, tek humbja e njerëzve kështu me radhë. Në Islam nuk ekzistojnë këto terma. Po këto gdhendje këto quhen kerubin, pra merr një njeri, i gdhend, i vendos dy krah pëllumbi, këto lloj gdhendjesh dhe konsiderimin e këtyre se këto janë engjëj. A lejon Islam? Atëherë nuk realizohet edhe një herë, nuk realizohet besimi në melajket, në engjëjt sipas Islamit, derisa njeriu mos të ketë një figurë të qartë se si janë melajket. Pra sepse nuk është botë që na është treguar. Shumë mirë Zoti mund na e kishte treguar me një shembull. Por nuk na e ka treguar Zoti i Madh. Përderisa nuk na e ka treguar, atëherë kjo konsiderohet ghaib. Çdo lloj paraqitje që ne shohim, piktura, filmat, këto që thua ti, domethënë, të gjitha këto janë le të themi janë imagjinata njerëzore të prodhuara nga njeriu. Për këtë arsye është çudi e madhe që dikush të pikturojë një engjëll, le të themi sipas idesë tij, dhe njerëzit pastaj mas 10 vitesh vinë të lutën kësaj pikturës që ka bërë X-i apo Y-i, apo e ka gdhendur X-i apo Y-i.
apo ta besojnë se kështu janë engjëjt. Ndërkohë që Zoti thotë, "Dgjoj, kjo është një botë që nuk arrini dot me shqisat tuaja të kësaj bote." Pra e ka vënë një Zoti një perde që nuk mund të arrijë njeriu ta shohë apo ta imagjinojë. Këtu vjen një pyetje. Po mirë, si ka mundësi që ne të jemi kështu ndërkohë që Xhibrili ndonjëherë i vinte pejgamberit alayhis salam edhe në pamjen e njeriu. Themi transformimi i melajkeve në pamjen e njeriu, si në rastin e Xhibrilit alayhis salam që i vinte profetit alayhis salam, i vinte pejgamberit në 5 forma të ndryshme, shpallje e kështu me radhë. Ky është një transformim që ja lejon Zoti. Por nuk është ky transferim as në dorën e engjëllit që e bën kur doj, një, dhe e dyta është transformim, por nuk është pamja e tij e vërtet. Vetë pejgamberi alayhis salam thotë sipas Kuranit e ka parë vetëm 2 herë Xhebrail Eminin, e ka parë në pamjen e tij origjinale, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Një herë e ka parë kur erdhi shpallja për herë të parë dhe hera e dytë që e ka parë ka qenë pikërisht rasti kur u ngjit në Isra dhe Miraj, në momentin që do të ndahej me Xhibrilin, alayhi salatu sallam, i shfaqet Xhibrili alayhis salam me pamjen e tij që e kishte parë për herë të parë ose le të themi në fillimet e shpalljes, edhe aty tha Zoti e ka parë për herë të dytë, vetëm 2 herë. Pra, nëse Muhamedi alayhis salatu sallam e ka parë Xhibrilin vetëm 2 herë, atëherë kush mund pretendojë se mund të shohë me lajket? Edhe na ka thënë që është me 600 palë krah dhe asnjë lloj detaji tjetër nuk na ka dhënë mbi Xhibrilin. Ndërsa pamja që transformohej ndonjëherë Xhibrili dhe i vinte pejgamberit alayhis salam, kjo është e përkohshme dhe është transformim dhe jo pamja e vërtetë e një engjëll. Për këtë arsye, për ta mbyllur, është e pamundur që dikush na japi një imazh të qartë mbi melajket. Rasti kur mund të shihen me lajket, siç ka ndodhur me profetin alayhis salam, siç ka ndodhur me sahabët e tjerë, apo rasti që përmend Zoti në Kur'an, apo rasti i atij personi që po vizitonte dikë dhe i zbriti një melek që tha Zoti të don ty siç e don ti atë, gjitha këto janë transformime dhe argumenta që njerëzit të nxiten për të bërë vepra të mira, por nuk është, domethënë, pamja reale me lajket. Atëherë, që ne të besojmë realisht me lajket, duhet ta heqim pjesën e imagjinatës me lajket, një, dhe e dyta, duhet të konsiderojmë me lajket robër, adhurues, shërbëtor të Zotit dhe jo që t'i lutemi me lajkeve. Ky është një problem tjetër që kanë besytnit, që do të thotë i luten engjëve, ose siç thuhet për shembull që Xhebraili apo kryengjëlli, le të themi Gabrieli është pjesë e Zotit, jo më Zot, një është krijesë e Zotit dhe ti i lutesh Zotit, nuk mund t'i lutesh krijesës. Në momentin që i lutesh krijesës, ke rënë në mëkatin e idhujtarisë. Sepse aty thuhet që u bë dhe pullum, edhe kur ky engjëlli bëhet pullum ose vjen në formë pullumi, nuk do thotë që Zoti u bë pullum. Janë shumë, domethënë, të shumta argumentat që ne normalisht nuk mund të kemi, se themi, edhe negociata në këtë pjesë, sepse kjo pjesë në Islam prek atë që quhet monoteizëm, besimin në një Zot vetëm. Për këtë arsye, domethënë, ne as profetit alayhis salam nuk i lutemi, as engjëjve nuk i lutemi, as kujt nuk i lutemi, se në momentin që orientimin tonë e orientojmë diku tjetër përveç se tek Zoti, atëherë kemi dalë nga rruga e Zotit dhe nga feja e Zotit. A ka mundësi që shejtani të marrë pamjen e një drite dhe të mendojnë njerëzit ose të mashtrojnë njerëzit se ky është një engjëll? Shejtani jo vetëm formën e dritës apo duket gjëra sikur është engjëll me vezëllime, me dritë, me gjithçka, pa ai mund të shfaqet një të thotë jam edhe Zoti vet. Pra, domethënë, taktika e mashtrimit që përdor djalli ndaj njeriu është e paimagjinueshme, edhe kjo pjesë e paimagjinueshmërisë. Pra, nga një shfaqet si dritë, thotë unë jam një engjëll i ardhur nga Zoti dhe domethënë ai që është i paditur bie viktim. Ose mund të jetë dikush që ka një mision të caktuar dhe e jep si opsion. Thotë unë isha diçka tjetër, po ja mu shfaq drita, mu shfaq kryengjëlli dhe unë u bëra kështu tani dhe fillon të shesi. Bëhet dhe profet ky. Bëhet dhe profet e kështu me radhë. Kështu që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Se ke hadithi i Dexhalit vjen që shejtanët do marrin dhe pamjen e të vdekurve, e prindërve të personit. Po, për këtë arsye thash domethënë lojrat që shejtani ka domethënë ndaj njerëzve për t'i humbur janë nga më të habitshme dhe më të mahnitshme dhe të cilat janë me kohën. Pra domethënë nga koha në kohë ndryshojnë dhe i shfaqin njerëzve nga koha në kohë. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush më sheh mua në ëndër më ka parë, sepse djalli e ka të ndaluar të marrë pamjen time. Që do të thotë, shejtani mund të shfaqet thotë në ëndër, thotë unë jam profeti Muhammed, thjesht dua të tregoj që ti je i dashur i Zotit, dua të tregoj që ti mund të bësh këtë vetin, ti do të kesh këtë dhunti të shërosh njerëzit, etj. Ndërkohë faktikisht ky është djalli. Po si e ta kuptojmë ne? Ai tha unë jam profeti, por zotëri, çfarë cilësisë kishte ky person? Në momentin që ty të shfaqur me syze, për shembull, do të thotë se nuk është profeti alayhis salam, se në pamjen e profetit nuk ka pas syze. Në momentin që del me kollare,
nuk është profeti alayhis salam, s'ka pas kollare profeti alayhis salam. Pra ti duhet të dish virtytet e profetit alayhis salam që të kuptosh, kishe të bësh direkt me profetin alayhis salam apo të kishe të bësh me dikë tjetër që shfaqet si profeti alayhis salam. O që ndërua janë disa sekte të cilat kur arrin një lloj ekstaze, për një lloj gjendje mendore jashtë normales, ato mendojnë që shikojnë botën e padukshme, botën e engjëve. A mund të jenë ato që mund të shikojnë botën e shejtanëve në këtë moment? Absolutisht, domethënë nuk hapet perdja e botës së fshehtë vetëm se për profetët, ose i shfaqet njeriu, domethënë bota e përtejme në momentin që i del fillon, domethënë është momenti i fundit i daljes shpirtit. Këto lloj muhabetesh pastaj që hapet perdja, mu çel perdja, pash gajbin, pash me lajket, pash xhenetin, pash xhenemin, të gjitha këto janë le të themi fantazi njerëzore, të cilat arrin mbas një lodhje të madhe, le të themi nervore, sipas një riti të caktuar. Kjo nuk është vetëm tek muslimanët të devijuar, po edhe në të gjitha sektet botërore, kur kryen një rit të caktuar dhe humbin energji ekstreme dhe kanë një lodhje, le të themi nervore të caktuar për shkak të një riti të caktuar, kalojnë në një gjendje ekstaze. Ç'është kjo gjendje ekstazes? Ato fillojnë të besojnë çfarë u është thënë, çfarë u është mësuar, sepse aty nuk thuhet më përpara do të shohësh dhe në ato momente aty domethënë shejtanët djajt lozin me ta në ekstrem. Pra faktikisht ashtu siç e tha Zoti në Kur'an, kur i tha Zoti me lajkeve, o me lajke ju tha, vallë këta njerëz ju adhuronin juve, çfarë thanë me lajket? Jo Zot, jo neve, adhuronin djajt. Pra shejtanët loznin me njerëzit, sikur jemi engjëj, edhe njerëzit domethënë besonin se janë me lajket e kështu me radhë. Për këtë arsye i gjen këto sekte, për shembull që shpohen, çahen etj. Ky nuk është akt i Islamit, as nuk është akt i me lajkeve, se nuk mëson Islami që të vrasësh veten apo të çajësh veten apo të shposh veten, po janë djajt dhe shejtant ata të cilët depërtojnë trupat e tyre e si pasojnë duken këto gjëra si mrekulli, pavarësisht se janë le të themi sharlatanlik, dhe njerëzit pastaj mahniten, dikush prej kësaj gënjehet, bëhet pasuesi i kësaj, sepse njerëzit janë të prirur te këto pjesët mistike të cilat mund të jenë të prekshme. Ndërkohë që Zoti i Madh na ka treguar që është e kundërta. Gjëja që ka të bëjë me Zotin, me lajket, me botën tjetër duhet të jetë e pa imagjinueshme dhe pa konceptueshme, thjesht duhet besuar. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët besojnë të fshehtën. Pra Zoti thotë është e fshehtë, ky thotë unë e pash. Tani kujt i besojmë? A ti besojmë Zotin që thotë është e fshehtë, e padukshme, e papashme, apo ti besojmë njeriu që thotë jo e pashun? Hoxhë nderuar, le shkëputemi për pak minuta dhe i takohemi sërish të dashur teleshikues në pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar të shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit tonë me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Hoxhë nderuar, ju pak a shumë e shpjeguat shumë bukur mënyrën se si Zoti ka vendosur me lajket në funksione toksore. Pra kur ato ndërhyjnë në çështjet e ambientit, rregullimit të kohës, por gjithashtu dhe në jetën e njerëzve kur ato e ruajnë njeriu që mos ndodhi ajo që është përtej kaderit, ajo që është e përcaktuar nga Zoti. Por gjithashtu kur vin edhe engjëlli vendos shpirtin në barkun e nënës kur fëmia është 4 muajsh, ose kur engjëlli ja merr shpirtin. Pse janë treguar të gjithë këto funksione? Çfarë ka dashur Zoti ose feja islame t'i tregojë njeriu me këto funksione të engjëjve? Atëherë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se kjo botë nuk funksionon kështu le të themi vetvetiu apo rastësisht dhe janë pikërisht këto ligjet e çuditshme universale që e mbajnë botën. Kjo botë funksionon nëpërmjet ligjeve që Zoti ka vendosur se si ajo do të funksionojë dhe nëpërmjet me lajkeve që Zoti i Madh i ka lënë nën kujdesin e gjithçkaje. Çdo gjë ka një përkujdesje të veçantë të ligjit përgjithshëm të Zotit dhe një kujdesje të veçantë nëpërmjet me lajkeve që Zoti ka vendosur, siç ishte rasti i njeriu, siç ishte rasti i bukur që ju përmendet. Për shembull, ne kur përmendëm veprat e me lajkeve, nuk cilësohemi një nga veprat që ka të bëjë direkt dhe drejt për drejt me njeriu, që është kur foshnja arrin në 4 muaj në barkun e nënës ose 120 ditë, thotë vjen një melek special për 4 gjëra, për t'i fryrë shpirtin, pra për t'i sjellë shpirtin, për t'i shkruar domethënë rrezikun, furnizimin si do ketë,
për të shkruar jetën e tij dhe për të shkruar fundin e tij se si do ta ketë ky njeri dhe e xhelin kur do ta ketë ky person. Kështu që kemi për shembull rastin kur mbush ditën e 40 dhe kjo ndoshta shumë njerëz nuk e bëjnë dallimin. Ditën e 40 thot profeti alayhis salam ose thot ditën e 41, pra 40-41, pra si më thon 40 duke hyrë 41-shi, kësaj mund t'i thuhet 40 dhe mund t'i thuhet 41. Thot vjen një melek nga Zoti i cili thot i jep si më thon i jep paraqitjen përfundimtare të embrionit. Thot dhe pyet Zotin ditën e 40 ose 41. Sigur vendos a do nën brenda në trupin e thot i thot o Zot, a do të jetë mashkull apo femër? Do të thon aty qartësimi i fundit se çfarë gjinie, pra nëse sot shkenca ka arrit le të themi në 4 muaj embrionit zbulohet është djalë apo vajzë, në Islam thuhet jo, në ditën e 40-41 ndahet, do të thon qartësisht ne mund të arrijmë të kuptojmë nga dita 40 e mbrapa se çfarë është djalë apo vajzë. E rëndësishme. Pra, me lajket kanë raporte shumë të mrekullueshme me ne. Pra Zoti i ka bërë për ne, pra për botën mbar edhe për njeriu në veçantë. Kjo duhet ta bëjë njeriu që të jetë shumë i kujdesshëm. 1. Ne se duhet të kthejmë pyetjes tënde. Çfarë deshi Zoti të tregojë me këtë? 1. Madhështinë e tij. Pse? Sepse ne kur shohim se çka krijuar Zoti, një melek me 600 palë krah, melek që merren me njeriu, melek që merren me varrin, melek që merren me ekonominë e universit, melek që merren me parajsën, melek që merren me ferrin, melek që merren me ne kuptojmë dhe kur shohim krijimin. Mbretëria e Zotit është e madhe. Fuqia e Zotit, domethënë ne për shembull, kur themi një shtet është i fortë, ku e shohim se një shtet është i fortë? Tek ekonomia, tek ushtria, tek etj. Këtu them ky është shtet i fortë. Ku e kuptojmë madhështinë e Zotit? Shi universin, shi atomin, shi qelizën, shi krijesat e Zotit, kupton madhështinë e krijuesit. Me lajket janë le të themi një sektor ku ne mund zbulojmë nëpërmjet tyre madhështinë e krijuesit. E para gjë. E dyta, dashurinë e Zotit ndaj nesh. Do të thonë ky Zot që është i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, absolut në gjitha atributet dhe emrat që ai gëzon, Zoti ka krijuar një botë speciale të krijimit të tij që merren me njeriu dhe përkujdesen për njeriu. E treta gjë që kjo ka të bëjë me ne tani. Do të thonë ti o njeri, kur sheh këtë Zot madhështor që krijon këto krijesa madhështore në shërbimin tënd, si duhet të jetë reagimi yt ndaj këtij Zoti? Pra me lajket nëse na ruajnë, nëse na shkruajnë le të themi veprat në barkun e nënës, nëse me lajket kujdesen për ne, etj. Ne tani si duhet të jemi përballë Zotit i cili na i ka dhënë në shërbim këto krijesa, shumë falëndërues. Shumë falëndërues. Për këtë arsye gjen njeriu bie nga kati i 15 dhe shpëton i gjallë dhe gjen tjetrin që bie nga një shkallë dhe vdes, sepse këtu e ruajnë me lajket se nuk ka ardhur momenti, kurse këtu largohen me lajket sepse i ka ardhur momenti. Ç'është kjo mrekulli, ç'është kjo mirësi, domethënë. A nuk do të jemi falëndërues ndaj këtij Zoti, që shumë gjëra në jetë ne i bëjmë gabim, po shpëtojmë dhe shumë gjëra i bëjmë shumë korrekt të ndodha që Zoti e ka shkruar, pra duhet të jemi e treta falëndërues ndaj këtij Zoti. E katërta që mua më intereson shumë tek emisioni jon, duhet dim ne si të krijojmë raportet me lajket e Zotit. Po si çfarë? Ne duhet ta ndjejmë këtë mirësi rreth nesh. Dhe duhet bëhemi sebeb që të jemi në një trajtshmëri, kjo është shumë e rëndësishme, në një trajtshmëri në këtë botë që është përreth nesh. Bota që është përreth nesh, çfarë bën? Madhëron Zotin, vlerëson Zotin, adhuron Zotin. Me lajket që neve na ruajnë, po edhe këto që kemi në të majtë dhe në tjatë. Tani njeriu, sidomos natën e katërt. Në përgjithësi, njeriu të llogaritë veten tani në mesin e këtyre e kësaj bote adhuruese, që s'kan punë tjetër me lajket, nuk han, nuk pinë, nuk shumohen, s'kan gjini, se edhe kjo na shpëtoi, në Islam me lajket nuk kanë gjini, nuk kanë as meshkuj as femër, nuk është e përcaktuar. Tani merrem tani, kjo botë që është përreth nesh, t'japi shembull kështu. Kemi 20 veta që po adhurojnë Zotin. Njëri thot subhanallahu, tjetri thot elhamdulillah, tjetri thot Allahu akbar, tjetri thot subhanallahu bihamdihi, tjetri thot la haula wala quwwata illa billah. Një është në sejdë, një është në ruku, një po lexon Kur'an, janë 20 veta rreth një personi. Ky tani në mes tyre për shembull bën imoralitet. Ky në mesin e tyre shan, ky në mesin e tyre kundërshton prindin, ky në mesin e tyre bën një haram, ky në mesin e tyre shkon në bankë dhe merr kamat. Tani llogaritë ti për shembull, tjetë kjo një botë që ne e shihnim, çfarë kontraste të madh do të kishte. Gjithë të adhurues rreth teje në shërbimin tënd, duke të ruajtur, duke të mbrojtur dhe ti në mesin e tyre duke shah, duke ofenduar.
A kupton të çfarë kontrasti? Pra ne, gjëja më e rëndësishme është, ne duhet të respektojmë këto krijesa të Zotit që i kemi afër nesh dhe pranë nesh. Të paktën të përshtatemi. Po të thuash ti ne jemi njerëz gabojmë, shumë mirë, pendohu. Për këtë arsye ta profeti alayhis salam, kur një njeri bën një gabim dhe meleku i kraut me do ta shkruaj, i thot ky i djathtës pritet një herë, se ndoshta pendohet. Ai do ta shkruaj për thot prit do deri në 6 orë. E pret edhe nuk e shkruan. Nëse njeriu deri në këto 6 orë pendohet, nuk e shkruan fare, Allahu Akbar. Nuk e shkruan fare. E nëse mas 6 orësh ai nuk pendohet deri në 6 orë, atëherë meleku ja shkruan. Po mirë, me që ja shkruajt, ja fshin nëse pendohet. Pra, domethënë ne këtë do ta kemi të qartë se me këto meleke do të kemi punë kur na dalë shpirti, me këto meleke do të kemi punë në varr. Është një melek, për shembull, se domethënë ne nga që kemi ecë shpejt, domethënë është një melek që rrin në varr me njeriu deri në ditë Kiametit. Merr pamjen e një njeriu të mirë nëse ky është vepër mirë, ose pa njeriu të keq nëse është vepër keq. Do ta kesh aty në varr gjithë jetën. Përse e ka kriju Zoti këtë? E ka kriju shëtrimin me njeriu në varr, bëj muhabet me të, mos mërzitet derisa të bëhet Kiameti. E kupton ti çfarë? Po më e bukura, me lajket nuk marron funksionin i njeriu me vdekjen e tij apo ditën e Kiametit në xhenet. Njerëzit kur do të hyjnë në xhenet, kush do i presin? Me lajket. Njerëzit duke qenë në xhenet nuk adhurojnë Zotin. Shpirtat që do t'i marrin me qefin mbushur po, mirë. Po, me lajket, jo, unë dua të them diçka tjetër, për shembull në xhenet ne nuk adhurojmë Zotin. Sepse jemi në botën e shpërblimit, me lajket vazhdojnë adhurimin. Pra me lajket në xhenet do të jenë ato që adhurojnë Zotin dhe ne kënaqemi me adhurimin që i bën me lajket Zotit. Pra raporti ynë me lajket është një raport i cili do të vazhdojë, i cili do të jetë edhe në botën tjetër. Vim tek pika e fundit, që është fakti që siç ka me lajke, le të themi mëshire, ruajtje, mbrojtje, ka edhe me lajke, të cilat ndëshkojnë dhe dënojnë. Do thonë, le të themi popullin e Lutit, kush e dënoi? Melek ishte ai që e ngriti në ajër, Xhibrili alayhis salam i tregon pejgamberit alayhis salam thotë i dëgjoja thotë, le të themi këngët e zogjve apo të gjelave në qiellin e katërt, se meleku e ngriti deri në qiellin e katërt, pastaj e përmbysi popullin të cilët bënin imoralitet meshkujt me meshkujt. Pra dua të them domethënë që me lajket, siç janë me lajke mëshire, ruajtje, ka edhe me lajke ndëshkimi. Pra ne duhet kuptojmë se në raportin tonë me lajket duhet kemi të kujdes. Pra jo vetëm falënderim, madhërim, njohje e Zotit se kush është Zoti nëpërmjet krijesave të tij, të jemi boshllin ndaj Zotit, po edhe të jemi të kujdesshëm se është turp mesin e këtyre adhuruesve të bësh vepra të shëmtuara, por nuk do të harrojmë edhe pjesën tjetër. Se këto krijesa janë aq të mira, aq të bukura, aq të mrekullueshme, por kur jep Zoti urdhën, nuk ka o Zot po gjuna i shkreti, s'ka, nuk ekziston. Po i dha Zoti urdhër, thot Zoti në Kur'an, la ya'suna Allaha ma amarahum. Nuk e kundërshtojnë Zotin. Për shembull, kemi rastin e 2 me lajkeve në Babiloni. Zoti i zbriti për një sprovë. Nuk than me lajket o Zot, po si ta bëjmë se kjo është sprovë për një. Jo, s'ka, po tha Zoti, ke me lajket nuk ekziston bota e kundërshtimit apo bota e asaj që prit ta mendoj një herë. S'ka, e tha Zoti, mbaroi historia. Pra ne duhet ta kuptojmë këtë gjë dhe duhet të jemi koshient për gjithë to që unë i thash. Hoxha nderuar, në jetën e përditshme njerëzve i vijnë disa mendime të këqija, po i vijnë edhe disa mendime të mira, inspirime ndoshta. Si ta kuptojnë njerëzit se për kujt i vijnë këto mendime? Allah ta shpërbleft. Faktikisht unë do thosha edhe diçka më interesante. Për çdo gjë që bën njeriu në jetë ka 2 mendime. Për çdo gjë. Vjen koha për të zgjuar për sabah. Një mendim i thotë çohu se është sabahu, mendimi tjetër thotë priti që qetësohu se e fal më vonë. Ke kosa dush, ke edhe i gjysore ty sabahu, për shembull, i vjen rasti për shembull për të pirë alkol. Një mendim thotë, se gjithë janë duke pi, tjetri thotë, jo, është je musliman çajeti. Pra i kemi gjithmonë, pra jo vetëm në raste të caktuara, por në përgjithësi, njeriu në gjithë jetën e tij. Do ndodhin ke besimtarët, se ke jo besimtar nuk do të përjej gjithmonë, sepse në herë atyre i mbushet zemra me gjunafe dhe ato nuk kuptojnë mendimin e mirë. Jo, ne po themi në përgjithësi, kjo funksionon edhe jo besimtari. Për shembull, një jo besimtar i cili ka shajë njëri kot, nuk e lën diçka përmend atij e qorton. Pra jo gjithmonë. Për kujt e ka këtë qortim? Bravo. Atë ku ta kuptojmë ne për shkak se mendimet që po na vijnë i kemi nga engjëjt apo nga djajt. Shohim se çfarë orienton ky inspirim. Nëse inspirimi që të vjen në mendje, në shpirt, është për tek ajo e mirë që thot Zoti dhe profeti alayhis salam, do të thotë se ne e kemi nga meleku. Pra vendosim pasqyrën e vërtetës. Bravo. Nëse na vjen që është në kundërshtim me atë që thot Zoti apo i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam, do të thotë se e kemi prej djallit. Edhe nëse në jetë duket mirë, pozitive, mund të fitojmë para, s'ka lidhje. Nuk është çfarë fiton dhe çfarë humb. Nuk ka lidhje çfarë i thon njerëzit që është e mirë apo e keqe, nuk ka lidhje.
Nëse duam të kuptojmë inspirimet e brendshme i kemi nga melajket, fryrit, i kemi nga melajket apo nga djajt, duhet i vejmë në peshorën e Kur'anit dhe fjalës profetit alayhis salam. Nëse janë në raport me Kur'anin, me Islamin, do të thotë që inspirimin e kemi pas nga meleku. Në momentin që janë kundërshtim, do të thotë që nuk e kemi më nga meleku, po e kemi nga djajt. Për shembull, le të themi një rast kështu. Ti do të kesh raporte të mira me gjakun tënd dhe me farepisin tënd. Dhe shejtani thotë jo, sa ai nditet kashar për shembull, ka fol keq për ty. Kjo është për shejtanin. Dëshira jote për t'i mbajt lidhje dhe për t'i ruajtur lidhje është prej Zotit, prej melajkeve. Mora një shembull më të thjeshtë që dalim nga këto termat e haramit dhe të halallit. Hoxhë nderuar, si mund ta fitojmë neve bekimin e melajkeve? Normalisht që ky bekim vjen prej Zotit, Zoti i jep urdhë melajkeve. Po si ta fitoj besimtari të bekim? Atëherë, për të sqaruar konceptin tjetër e sqarove pak. Pra, kur themi bekimi me melajkeve, melajket nuk kanë dorë të bekojnë askënd. Ne muslimanët kur themi bekimi me melajkeve për qëllim lutjet e melajkeve për njeriu. Pra ka momente në jetë, nëse ne i realizojmë, fitojmë lutjet e melajkeve për ne. Atëherë le të përmendim, nëse njeriu futet në shtëpinë e tij duke përmend Zotin, fiton le të themi lutjet e melajkeve. Nëse njeriu del nga shtëpia e tij duke përmend Zotin, fiton lutjet e melajkeve. Nëse njeriu ecën për në xhami, fiton lutjet e melajkeve, pra bekimin e melajkeve. Nëse njeriu rrin në xhami duke prit namazin farz, fiton bekimin e melajkeve. Nëse njeriu rreshtohet në safin e parë ose në të djathtë, ai fiton bekimin e melajkeve. Nëse njeriu shkon në vendet ku përmendet Zoti, në mësime, ku jepet mësime për fen, fiton lutjet dhe bekimin e melajkeve. Nëse njeriu shkon për të vizituar një vëlla musliman, fiton lutjet dhe bekimin e melajkeve. Nëse njeriu shkon për të vizituar një musliman të sëmurë, fiton lutjet dhe bekimet e 70.000 melajkeve. Nëse një musliman, domethënë në jetën e tij i ndodh një fatkeqësi apo diçka dhe e çon mendjen tek Zoti dhe përmend Zotin, fiton lutjet dhe bekimet e melajkeve. Nëse njeriu rrin me abdes, është i ruajtur pra nga Zoti i Madh dhe ka melajke që e ruajnë dhe e mbrojnë. Nëse njeriu, dhe kjo është shumë interesante, thot flen i pastër me abdes, melajke që e ruajnë atë deri në mëngjes dhe luten për të. Nëse njeriu flen me ajetin kursi, pra lexon ajetin kursi përpara gjumit, një melek zbret vetëm për atë punë. Ka për ta ruajtur njeriu deri në mëngjes. Nëse njeriu në mëngjes e nis ditën e tij, pra e nis ditën duke lexuar gjithashtu ajetin kursi, e ruan një melek deri në darkët, pra është një melek që merret me të deri në darkët. Pra le të themi janë këto disa momente, le të themi që njeriu më së shumti fiton lutjet e melajkeve, duat e melajkeve, ose rasti tjetër, mirë që mos ta shpëtoj para se të mbyllim misionin, kur dikush lutet për vllajën e tij pa e ditur ai se po lutet për të. Një melek vjen dhe thot amin, edhe ty gjithashtu. Po që ndërruar ju pak a shumë i përmendet shumë bukur, domethënë këto në jetën e kësaj bote, po në botën tjetër, a do kenë funksion me lajket për besimtarët ose për jo besimtarët? Allahu të shpëlbeft, interesante kjo. Po, edhe në botën tjetër me lajket do të kenë raporte me ne, me njerëzit në përgjithësi, pasi do të ketë me lajket që kujdesen për njerëzit kur shkojnë në xhenet dhe me lajket që kujdesen për njerëzit kur ato shkojnë zjarr xhenemit, po neva ajo që na intereson më shumë në raport me botën tjetër është dita e mahsherit, dita e gjykimit. Ka një raport shumë interesant të me lajkeve me njerëzit në botën tjetër, që është ndërmjetësimi. Pra, ndërmjetësimi në botën tjetër ka disa forma dhe metoda. Një nga format e ndërmjetësimit është me lajket luten për besimtarët. Siç luten në këtë botë, Allahu thotë: "Alladhina yahmiluna al-arsh", ata me lajket të cilët mbartin arshin dhe me lajket që janë për rreth arshit luten për besimtarët në këtë botë. Rabbana ighfir lil ladhina amanu wattabu sabilaka waqihim adhaban waqihim sayyi'at deri në fund. Pra me lajket në këtë botë luten për ne besimtarët. Thot Zoti në Kur'an, vazhdimisht luten për ne me lajket. Të kemi raporte të mira me lajket, që me lajket le të themi do të luten për ne në botën tjetër dhe do të ndërmjetësojnë për ne në botën tjetër, ashtu siç luten këtu në këtë botë, ose rasti i besimtarëve që prezantojnë për mezhlise në këtë botë, Zoti flet me lajket për ta dhe i bën me lajket dëshmitar që neve ne i ka fal gjunat. Prandaj, përfitojmë nga rasti, domethënë në këtë fund emisioni, vëllezër dhe motra, prezantoni sa më shumë në vendet ku përmendet Zoti, në shtëpiat e Zotit, në mezhlise të tilla, edhe ky mezhlisi jon, pavarësisht se është emision televiziv, domethënë edhe ne ndjem shpirtërisht të llogëzimi kur flasim për këto tema. Është një mezhlis që përmendet Zoti dhe ndodh pikërisht ajo mrekullia e me lajkeve kështu me radhë, kështu që le të shfrytëzojmë këto momente në këtë botë, le të dimë si të sillemi me lajket në këtë botë në mënyrë që të fitojmë edhe lutjet e tyre,
edhe bekimin e Zotit të tyre, po edhe ndërmjetësimin e tyre në botën tjetër. Allahu ta shpëlbeft. Amin edhe juve. Të nderuar të shikues, ishim në emisionin Si të sillet me lajke, ritakojmë sërish në emisionet të ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.